I mori vendin Alesia Bamit, moderatorja seksi që në pak javë po ngjitet me hapa galopant drejt majës. Në një botë ku gara sportive ndizet çdo fundjavë me pasione, rezultate dhe emocione, një tjetër garë po zhvillohet paralelisht. Ajo e moderatorëve të ekranit, ku hijeshja, karizma dhe profesionalizmi përplasen me po aq intensitet sa edhe topi në fushë. Në këtë arenë të ndritshme, ku çdo buzëqeshje dhe çdo fjalë matur saktësisht përpara kamerës mund të ngrejë ose të rrëzojë, një emër i ri po spikat me ritme maramendëse. Francesca Rustem. Në vetëm pak javë, ajo ka arritur të shndërrohet në një ndër figurat më të komentuara të ekranit sportiv, duke e bërë publikun të flasë për të jo vetëm për bukurinë e saj mahnitëse, por edhe për mënyrën natyrale me të cilën përçon energjinë dhe pasionin për sportin. Moderatorja e procesit sportiv duket se e ka kuptuar mirë formulën e suksesit. Kombinimin perfekt mes profesionalizmit, finesës dhe një prezence magnetike që tërheq vëmendjen që në sekondat e para. Me hapa të sigurt dhe një vetbesim që e dallon, ajo po ecën në një rrugë që shumë të tjera e kanë ndëruar, por pak e kanë arritur. Ish Miss Universe Albania 2024, Francesca ka zëvendësuar në këtë rol Alesia Bamin, një tjetër figurë e njohur për elegancën dhe sharmin e saj. Por tashmë duket se stafetën e ka marrë një brez i ri prezantueseje që përveç bukurisë, mbart edhe një prani të fortë televizive. Me linjat e saj perfekte që reflektojnë kujdesin ndaj trupit dhe stilit, me elegancën që e karakterizon në çdo dalje publike dhe me një karizëm që e bën të duket si e lindur për kamerën, Francesca Rustem po e fiton audiencën jo me bujë, por me praninë e saj të ngrohtë dhe mënyrën e natyrshme me të cilën e mbart vëmendje. Edhe në rrjetet sociale, ajo vazhdon të mahnit ndjekësit me postime që ndërthurin thjeshtësinë me luksin, sportin me feminilitetin dhe profesionalizmin me ndjeshmërinë estetike. Në çdo imazh ajo transmeton forcë, delikatesë dhe një vetëdije të qartë për rolin që ka, jo vetëm si figurë televizive, por si një femër moderne që ditë ngjitet në majë me dinjitet. Nëse ritmi i saj mbetet ky që është, nuk do të jetë as pak e çuditshme që shumë shpejt Francesca Rustem të shndërrohet në një nga figurat më të dashura dhe më ndikim të ekranit shqiptar, duke dëshmuar se suksesi nuk është çështje kohe, por mënyre, dhe ajo e ka gjetur të vetën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.